Albert Murina, zhytës me përvojë nga Gjakova, dje ka pastruar rrjedhën e përvojë të njohur si Nakarada, e cila ishte mbushur nga rreshjet e dendura të shiut. Ai tregoi se kishte qelluar rastësisht në këtë vend dhe se një nga shkaqet kryesore të bllokimit të ujit janë mbeturinat e shumta. Dje rastësisht qellova këtu edhe posh që kishin ardhur ujat të rrëmbyeshëm të mëdha dhe to ditë edhe vitet më parshme çka ka ndodhur këtu, që ujnat me këtë pshiut e vjeshtë si sjell gjitha këto mbeturina për snarti edhe bën blokadën, kësaj urëm të thom ura se kjo urë provizore. Edhe të e di që më ngelin këtu punëtorët, thash mirë na dhone pakës me aktivitet. Shkova mora pajisjet adekuate për shi, u futa këtu brenda, e po në pastrimin të paktën me hap fuqinë e ujit që mos më dëmtu, që më bloku kajt rrugën. Murina thot se zhytësit e klubit Gjakova, përveç gjetjeve dhe kërkimeve të ndryshme në ujë, shpesh intervenojnë edhe gjatë situatave me vërshime. Kur ka nevojë në thirrjen, sidomos në bashkëpunim edhe me zjarr fikse, atje me organet komunale, mirë me kësi aktivitete. Mirë po është interesant se këtë problematika e bashkësaj, të thojmë Prockës në Nakarades, është problematik ekologjike, të thomë. Se këto plera që po ishin këtu rrjedhin prej grumbullimit të kolonisë lart atje. Ju dini kur mlidhet bora në bjeshk, formohet orteg. E njëjta gjë ndodh edhe këtu. Shina të mëdha kur grumbullohen bashkë me këto meteorina plerat, atëherë krijohen një orteg krejt ujnave edhe këto në plerave edhe me tona besoni këto plera kalojnë nëpër lumin në Nakarade deri në Ernika tutje keni pa vetë çka ndodh. Ai bën thirrje që lumenjët dhe rrjedhat e ujit të pastrohen rregullisht, veçanërisht kjo rrjedhë që kalon nëpër Gjakovë. Duhet kjo qeveria komunale edhe qendrore besa më marr pa kësaj problematikën natë atje që mos na ndodhin këto, se shihni vetën që zime tregojnë. Sipas meteorologëve në vendin ton pritet të vazhdojë rreshtit e shiut. Në disa komuna gjatë 2 ditëve të fundit, rreshtit kanë shkaktuar përmbytje.